Ditën e sotme pritet të ekstradohen nga Dubai drejt Shqipërisë dy personazhe të shumë kërkuar nga drejtësia shqiptare, Dashnor Dumani dhe Artemis Stafa, të cilët akuzohen për përfshirje në aktivitete të rënda kriminale dhe janë në hetim nga SPAK. Dashnor Dumani, vllai i Nureddin Dumanit, një nga emrat më të njohur të botës së krimit në vend, ishte i dënuar më parë për armbajtje pa leje dhe akuzohet nga gjykata e posaçme për vrasje dhe vjedhje me armë, ndërsa Artemis Stafa akuzohet se pastroi paratë e grupit të çopjave. Policia e shtetit konfirmoi se ekstradimi u bë i mundur fal bashkëpunimit të ngushtë me autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe. Të dy të arrestuarit do të përballen me drejtësinë shqiptare në kuadër të hetimeve të thelluara të ndërmarra nga SPAK për çmontimin e rritjeve kriminale në vend, si rezultati i bashkëpunimit shumë të ngushtë me partnerët në Emiratet e Bashkuara Arabe. Pritet që gjatë ditës së sotme të finalizohen procedurat për ekstradimin nga Dubai në Shqipëri të shtetasve të shumë kërkuar pjesëtar të organizatave kriminale. Dashnor Dumani, i dënuar për armbajtje pa leje dhe i akuzuar nga GKKO për vrasje dhe për vjedhje me armë, Artemis Stafa, i akuzuar nga gjykata e posaçme se ka pastruar paratë e një grupi kriminal në Elbasan. Në lidhje me orën e mbërritjes do të ketë një njoftim tjetër, thuhet në reagimin zyrtar të policisë së shtetit.